Nga momenti që unë kam hyrë në Big Brother, Shqipëria ka filluar të më njohë. Kështu nisi fjalia që ra sigur në ujë të qetë, duke krijuar valë që nuk u ndalen lehtë. Nuk ishte mburje boshe, por një deklaratë e drejt për drejt, e thënë me bindje dhe vetdije për peshën që mbart ky format. Ti, vazhdoi ajo, ke vite që je në sy të publikut. Shqipëria të njeh prej kohësh. Të ka parë, të ka dëgjuar, të ka analizuar. Dhe pikërisht për këtë arsye, sot nuk të vlerëson më. Fjalët ishin të forta, por të menduara. Nuk kishin qëllim të ofendonin, por të nxirrnin në pa një realitet që shpesh nuk pranohet lehtë. Ky ishte thelbi i përplasjes, dallimi mes dikujt që sapo po zbulohet dhe dikujt që publiku mendon se e njeh tashmë. Njëra është në fillim të rrugës, me energji, kuriozitet dhe mbështetje në rritje. Tjetra vjen me një histori të gjatë, me gabime, suksese dhe lodhje nga ekspozimi i vazhdueshëm. Ja pra, u tha qartë, ky është dallimi mes nesh të dyjave. Njëra po fiton terren, po krijon imazh, po ndërton diçka nga e para. Tjetra po përballet me pasojat e kohës, të zgjedhjeve dhe të perceptimit publik. Nuk është çështje se kush është më i mirë si njeri, por si të sheh publiku sot, në Big Brother, çdo fjalë amplifikohet. Çdo krahasim bëhet më i fortë. Dhe ky moment nuk ishte thjesht një debat personal, por një pasqyrë e asaj se si funksionon fama. Ajo nuk është e përhershme. Nuk është e garantuar dhe mbi të gjitha, nuk është e barabartë për të gjithë. Publiku kërkon diçka të re, kërkon emocione të freskëta, histori që sapo nisin. Dhe ndonjëherë, pavarësisht sa vite ke qenë në skenë, lodhja e imazhit bën që vlerësimi të zbehet. Kjo nuk është padrejtësi, por rregull i heshtur i ekspozimit publik. Ky moment krijoi heshtje në ambient. Sepse, pavarësisht anëve, fjalët prekën një të vërtetë që shumë kush e mendon, por pak e thot me zë të lartë. Big Brother nuk është vetëm lojë, është pasqyrë e famës, e perceptimit dhe e mënyrës se si një vend zgjedh të ngrejë ose të u.